Kosovarët marakli të duhanit. Sa shpenzojnë për cigare? Gjatë vitit 2025, importi i duhanit në Kosovë ka shënuar rritje të ndjeshme, duke ngritur shqetësime për shëndetin publik. Sipas të dhënave të doganës së Kosovës, sasia e duhanit të importuar ka kaluar 4.831.000 kilogram me vlerë mbi 289 milion euro. Pothuajse 2 fish më shumë krahasuar me vitin 2024. Në vitin 2024 në Kosovë janë importuar 4.542.000 kilogram produkte të duhanit me vlerë mbi 137 milion euro. Pjesën më të madhe të importit e përbëjnë cigaret që përmbajnë duhan, ndërsa rritja është shënuar edhe të cigaret elektronike, të cilat po përdoren gjithnjë më shumë nga të rinjët. Edhe viti 2023 ka pasur import të lartë të duhanit, me 4.140.934 kg të importuar. Gjatë këtij viti, baza doganore ka qenë mbi 117 milion euro, ndërsa nga akciza dhe TVSH-ja janë inkasuar mbi 285 milion euro. Ekspertët e shëndetit publik paralajmërojnë se rritja e konsumit të duhanit rrit rrezikun për sëmundje të rënda dhe kërkojnë masa më të forta për kontrollin e tregut dhe mbrojtjen e të rinjve.